Mirëdita të dashur nxënës. Fillojmë me orën e qytetarisë. Sot do të trajtojmë temën punët fitohen me punë. Rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së mësimit, ju do të jeni të aftë, të identifikoni aftësitë që mbështetin nevojat në rritje dhe shumë të kërkuara për vendin e punës. Të analizoni aftësitë tuaja personale në përputhje me kërkesat e një vendi pune, të përcaktoni rëndësinë që ka komunikimi. Situata e të nxënit. Cilat janë burimet e nevojshme për prodhimin e mallrave dhe krijimin e shërbimeve? Do të diskutojmë së bashku në vijim. Fjalët kyç: aftësi, kërkesë, ofertë, inxhinieri, komunikim. Metodat: dëgjim i drejtuar, shkrim i lirë. Të dashur nxënës, në mësimet e kaluara mësuat për burimet e ndryshme që janë të nevojshme për prodhimin e mallrave dhe krijimin e shërbimeve. Për të fituar dhe për të zhvilluar më tej, bizneset kanë nevojë edhe për njerëz me aftësi të shkëlqyera. Aftësitë janë talentet dhe zotësitë e një personi. Bizneset duhet të punësojnë njerëz që të jenë të aftë të krijojnë mallra të reja dhe të zhvillojnë mënyra që këto mallra të kërkohen nga tregu. Kërkesa është sasia e një malli ose e një shërbimi të veçantë që konsumatori është i gatshëm ta blejë, por që kanë edhe para për ta blerë. Bizneset ofrojnë mallra dhe shërbime për t'i shitur. Oferta është sasia e një malli ose e një shërbimi të cilin prodhuesit janë të gatshëm dhe në gjendje ta shesin me një çmim të caktuar në një kohë të caktuar. Kompanitë e lojrave elektronike janë gjithmonë në kërkim të njerëzve të aftë dhe krijues me qëllim që lojrat e reja të kërkohen nga blerësit, në rast të kundërt kompania do të shes gjithnjë e më pak. Veprimtari me librin në faqen 76-77. Duke u bazuar në informacionet që ndoqët dhe me të dhënat në tekst, ju zgjidhni një profesion që e pëlqeni. Përpiquni të merrni sa më shumë informacion dhe aftësitë që duhen për të. Këto informacione ju mund t'i merrni në internet në praninë e prindërve. Tregoni se si do t'i fitoni këto aftësi që kërkon profesioni juaj i preferuar. Përgjigjen tuaj e shkruani në formën e një përmbledhjeje me temë: punët fitohen me punë. Ju falenderoj për vëmendjen. Punë të mbar. Miru dëgjofshim.